Mirdita dhe mirë se keni ardhur. Po filloj me konferencën. Spari fjalën do ta ketë kryetari i Kuvendit, profesor doktor i shkencave ekonomike Shpëtim Memishi. Por na shpëtim. Faleminderit të të nderuar akademik, profesor dhe profesorisha, të dashur pjesëmarrës të kësaj konference. Është kënaqësi dhe ndërli veçantë që sot, në emrin tim personal dhe në cilësi e kryetarit të Kuvendit të shoqatës, t'ju uroj se orde të përzem në lubinën e Preshevës, apo si që shpesh e quajmë sot krahinë e Preshevës. Sot do të bëhet një ditë e veçantë, një ditë që i kushton dijes, kërkimit shkencor dhe bashkëpunimit akademik. Një ditë që na fton të reflektojmë për realitetin e kësaj treve dhe për sfidat më të cilat të përballin e rinia. Fatkeqësisht, çdo ditë shohim që të rinjt që largohen nga Presheva, jo sepse nuk e duan vendin e tyre, por sepse mungojnë mundësi, kushtet dhe siguria që do t'i ardhur ata të qëndrojnë e të ndërtojnë një të ardhur. Konferenca si kjo e sotme është më shumë se një takim shkencor. Ajo është një thirrje për veprim, për përpjekje për të ofruar ide, zgjidhje dhe vizion të reja për zhvillimin e Preshevës dhe të gjithë rajonit tonë. Të gjitha punimet që prezantohen sot janë kontribut të vlefshëm, të cilat i shërbejnë jo vetëm dijes, por edhe institucioneve vendore, që të marrin mendime të bazuar në fakte dhe analiza shkencore. Të nderuar kolegë pjesëmarrës, pas gjatë vërtet, më lejoni që të vazhdojmë me këtë ngjarje me atë që dim të bëjmë më së miri, me shkencë, përkushtim dhe bashkëpunim për një të ardhme më të mirë të Preshevës sot. Tani do t'ja fjalën kryetarit shoqatës, profesorin Gjemal Bini. Zonja dhe zotëri të nderuar, motra dhe vëllezër të nderuar dhe të dashur, të nderuar studiues dhe pjesëmarrës në konferencën shkencore, personalitete dhe figura me vlera shkencore dhe kulturore shqiptare nga lugina e Preshevës dhe vise të tjera shqiptare. Me shumë kënaqësi, me respekt dhe dashuri, përshëndes shkëlqësi Dr. Bardhyr Canaj, ambasador i Republikës së Shqipërisë në Beograd. Një duartrokim. Përshëndes shkëlqësinë e tij ambasadorin Jetish Jashari, zyra ndërlidhëse e Republikës së Kosovës në Serbi. Ju lutem duartrokim. Përshëndetja shkon në emrin tim personal të shoqatës për trashëgimi dhe krijimtari kulturore dhe në emër të qytetarëve të komunës së Preshevës. Përshëndes Zotrion Enkel Rexhepin, kryetar i Këshillit Kombëtar Shqiptar. Përshëndes delegacionin e Akademisë së Shkencave Shqipërisë, në kryme profesor doktor Adem Bungurin, i cili njëkohësisht edhe është antar i bordit të konferencës. Më lejoni që me respektin më të thellë të përshëndes bordin e organizimit të konferencës dhe këshillin drejtues dhe organizativ të shoqatës për trashëgimi dhe krijimtari kulturore në Preshevë. Përshëndetje për mediat e pranishëm dhe teknika që është këtu në veprim,
Të nderuar studius dhe pjesëmarrës të kësaj konference shkencore, shoqata në Preshevë dhe bordi i saj me organizimin e konferencës shkencore pati parasysh këto qëllime. Në një, qëllimi i organizimit të kësaj konference shkencore është nxjerrja në pak dhe ndriçimi, trajtimi shkencor i personaliteteve dhe figurave shkencore dhe kulturore, jo shqiptare, jo të gjalla, në luginën e Preshevës dhe më gjë në të gjitha vizet shqiptare. M'duket me drejt mund të konstatoj se kemi ba një rumbullaksim me shumicën e personaliteteve dhe figurave me vlerë shkencore dhe kulturore në luginë të Preshevës dhe në vizet shqiptare. Sigurisht që ne ka mbet mjaft figura, jo të gjalla, që kanë meritu, që kanë vlerë shkencore dhe kulturore, e nuk në to trish seanca, konferencave, nuk i kemi trajtu, po shëndosh të jemi për herave të tjera. Në ndym, lugina e Preshevës dhe vizet tjera shqiptare kanë një numër të madh të personaliteteve dhe figurave jo të gjalla me vlera shkencore dhe kulturore shqiptare, të pa ulumtuara, të pa ndriçuara, të mbetura, të pa studiuara as pak dhe sa duhet, andaj lindi edhe nevoja për një konferencë të këtij shkencore ku në kuntestat e studiusve të vizeve shqiptare do të prezentohen edhe kësaj radhe personalitete dhe figura me vlera shkencore dhe kulturore. Nën tre, që nëpërmjet kumtesave në konferencën shkencore prej 2 ditësh në Preshevë, nga studius të vizeve të ndryshme shqiptare, këtë vit kemi studius nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, nga Shqipëria, nga diaspora e kemi kryetarin e lidhjes shqiptarëve të historianëve botëror, zotin Murat Ajvazin, më falë. Edhe patëm një studius nga Çamëria, zotin Arben Kondi, mirë për shkak që nuk e dim, nuk në ka ardhur, nuk është i pranishëm. Nën 4, botimi komplet i materialit shkencor, kuntesave të studiusve të kësaj konference shkencore në një publikim libër. Shoqata për trashëgimi është themeluar me 2010 dhe ka pas një aktivitet dhe rëntari të bollshme kulturore e shkencore. Ajo pati shumë debate, takime, pati organizime orëve letrare, pati organizime të projekteve të ndryshëm, sidomos vlendja t'i cekim nxënia diturive dhe edukimi i fëmijëve, i nxënësve shkollës fillore, po edhe shkollave të mesme nëpërmjet trashëgimisë kulturore pa luhatshme. Shoqata po ashtu i realizoi 2012, 2013 edhe 2014 2 projekte të mëdha 6 mujor ku i regjistroi në komunën e Bojanovcit 425 objekte me një formular prej 24 pyetje, pra me fakte, argumente që i kemi gjetur gjatë regjistrimit në teren. Ndërsa në komunën e Preshevës regjistroi 335 objekte të trashëgimisë kulturore. Shoqata po ashtu realizoi
16 konferenca shkencore, 13 konferenca shkencore u realizohen në Preshevë, një të përbashkët në Prishtinë me Institutin Albanologjik të Prishtinës dhe 2 konferenca shkencore i organizuar në Medvegjë dhe botuam 21 botime librash shkencore, autoriale dhe libra nga letërsia. Konferencës shkencore i uroj punë të mbarë dhe ju studius dhe pjesëmarrës në këtë konferencë të ngjeheni rehatshëm dhe të shëndetshëm në Preshevë. E shpalli të hapur konferencës shkencore dhe punë të mbarë asaj. Ju falenderoj. Është ndjerë dhe kënaqësi, marrim pjesë, për mua është herë e dytë që jam në të tillë konference. Aq më tepër që kjo shoqat personalizon figurat me vlera shkencore dhe kulturore shqiptare, jo vetëm të loginës Preshevës, por për gjithë treveve shqiptare, Shqipëri, Kosovë, diasporë, Maqedoni e Veriut, Malizi. E kur vjen dëgjon kumtesa të tilla që promovojnë historinë e kulturës, historinë e letërsisë, figura të shquara arkeologjike, dhe kur lexoja me kuriozitet agjendën që nga Naim Frashëri, që nga Martin Cajnaj, që ne si përfaqësi jemi angazhuar, kemi 2 vjet për të hulumtuar arkivat edhe këtu në Serbi, ku ai kaloi vitet të tëra në Universitetin e Beogradit, ne gjetëm shumë materiale që na përcollën familjes edhe disa pjesë edhe arkiveve të Ministrisë Jashtme, figura tjera tek aktuale, siç janë sot në fushën e letërsisë, arkeologjisë, e letërsisë, dhe ajo që më bën përshtypje dhe që vlerësoj shumë, me që dhe unë kam dhe një background nga universitetin si profesor, është këto janë hulumtime tepër të rëndësishme për brezat e ardhshëm. Se ju nuk vetëm flisni dhe qëmtoni, bëni kumtesa, po dhe i botoni. Kjo ka rëndësinë shumë të madhe. Dhe unë e vlerësoj shumë, edhe në emër Ministrisë Jashtme të Republikës Shqipërisë, ju përgëzoj dhe ju uroj suksese pafund. Vazhdoni sa më shumë dhe do na keni për krahjen tonë maksimale të shtetit, qeverisë shqiptare edhe të Ministrisë Jashtme, përveç ambasadës po dhe po që do t'jetë prezente. Ju falenderoj. Për këto fjalë meradije, ja udhërojmë librin e botuar nga konferenca e vitit të kaluar. Ma ke dhënë një kopi, po me marrë dhe një tjetër. Mos ma mere për mua dhe... Jo, e marrë se nga duhet për atina të ambasadës, përveç personale, po. Shumë falenderoj. Suksese, më fund. E ftoj ambasadorin Jetish Jasharin ta marrë fjalën. Është se kjo konferencë ka mbledhur elitën intelektuale nga të gjitha viset shqiptare, edhe mund e Lugin, e cila ka qenë edhe mbetet njëra ndër shtyllat kryesore të ruajtjes dhe mbrojtjes së identitetit kombëtar. Po ashtu, edhe tema e kësaj konference ngërthen një simbolik edhe një mesazh shumë të fuqishëm. Figurat që do të trajtohen në këtë konferencë e para vinë nga më të ndryshëm, nga të gjitha viset shqiptare, e dyta janë nga denominime të ndryshme fetare, edhe e treta kanë ndërpuar edhe jetuar në epoka të ndryshme kohore në për të cilat ka kaluar kombi ynë. Kjo simbolik
Do të thonë, është e rëndësishme, pasi që përkundër të gjitha këtyre dallimeve, ajo që i të bën të përbashku të gjitha këto figura, është qëllimi i jetës edhe i veprës së tyre. Do të thonë, interesi kombëtar ka qenë i të gjitha të tjera. Kjo e ka një jehon, besoj, të veçantë edhe për rrethanat ku jemi sot, në të cilat rrethana veprojnë edhe jetojmë sot, e që është se pavarësisht se ku jemi, pavarësisht se në cilat fusha jemi të angazhuar, të gjithë dhe qëllimi kryesor dhe mbi të gjitha duhet që të jetë ai që është i një edhe i vetëm, interesi kombëtar. Po ashtu, e falenderoj edhe shfrytëzoj rastin të shpreh kënaqësi që sponsorizuesi i kësaj konference është Ministria për Kulturë, Rini edhe Sport e Republikës Kosovës, që është një dëshmi tjetër se shteti i Kosovës është dhe mbetet dhe do të jetë pranë Luginës dhe me Luginën edhe në të ardhmen edhe përherë. Ju falenderoj. Ta them edhe një fjali. 4 vite, 5 vitet e fundit, po mos ishte Ministria e Kulturës Republikës Kosovës, nuk do të mundemi të realizonim këto konferenca shkencore. Për këtë që na ndihmon rregullisht Republika e Kosovës, edhe për ambasadorin jetësh libra. Eftoj kryetarin e Këshillit Kombëtar që edhe ai të thotë një fjalë. Edhe për mua si Këshill Kombëtar Shqiptar është nderi veçantë sot të jem këtu, pasi kjo tryezë shkencore po mbledh me vete shumë studiues dhe njëherë është edhe kënaqësia imja që sot këtu qenë nga profesorët e mi dhe dua ta shfrytëzoj rastin ta përshëndes profesorin tim, dekanin tim, profesor Bebi Bexhetin, sepse nga ta kam mësuar shumë dhe nga ta kam mësuar edhe të duam vendin të cilët e bën rilindasit, e filluan rilindasit dhe filluan të tjerët të cilët ne duhet ta trasojmë aty ku e lanë ata dhe duhet të ecim në hapa të tyre. Pra, ju dëshiroj shumë suksese, mos të zgjatën më shumë, dhe punë të mbarë dhe aktivitete tjera të shoqatës për të shënimi kulturore, sepse kjo shoqatë vërtet ka dhënë dhe ka kultivuar atë pjesën e të shënimisë kulturore, ku brezat e ri të cilët sot janë në shkollat tona, duhet ta ndjekin dhe njëkohësisht po shihet qartë që prezenca e Shqipërisë dhe prezenca e Kosovës është një çështje që duhet vlerësuar sepse Kosova dhe Shqipëria janë këtu mes nesh, janë pranë Luginit të Preshevës. Urime dhe suksese. Faleminderit. Ti do ta kesh një libër tonën, votimin e konferencës kaluar, po më vonë pak. Po. Ja ftoj profesorin akademik Adem Buri, që në emër të Akademisë Shkencave të Shqipërisë na thuaj një fjalë. Inderuar do Gjumanelin Sali, kryetari i shoqatës për trashëgiminë tek drejt kulturore të Luginës së Preshevës me drejtë dhe Buenosit, presidenti në Preshevë. Inderuar shëndesia juaj, zoti Bardhyl Canaj, ambasador i Republikës së Shqipërisë në Serbi. Inderuar shëndesia juaj, zoti Jetish Jashari, përfaqësues i zyrës ndërlindëse të Kosovës në Beograd. Inderuar zoti Enkel Recepi, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar. Inderuar zoti Shpëtim Devishi, kryetari i Konventit të shoqatës për trashëgiminë e kulturore kulturore në Preshevë. Të nderuar veprimtarë të shoqatës për trashëgiminë e kulturore kulturore të Preshevës me drejtë Buenosit.
në qendrën e Preshevës, të nderuar profesor, akademik, studiues nga Lugina e Preshevës, Republika e Kosovës dhe Maqedonia e Veriut, si dhe nga Mali i Zi, të nderuar pranishëm. Kam nderin dhe privilegjin e veçantë që në emër të Kryesisë së Akademisë së Shkencave të Shqipërisë të përcjell përshëndetjen më të përzemërt apo për organizimin e kësaj konference. Kjo është një iniciativë në rëndësi jo vetëm intelektuale, shkencore dhe kulturore, por edhe një veprimtari konkrete për t'i dhënë vendin e merituar të shkrimisë materiale shkrimtor të shqiptarëve në Serbinë Jugore. Akademia e Shkencave e Shqipërisë mbështet çdo veprimtari në shërbim të promovimit të identitetit shqiptar, vlerave historike dhe pasurive kulturore të tyre në Luginën e Preshevës. Ne do të jemi gjithmonë të pranishëm dhe gjithmonë pjesëmarrës dhe kontribues në çdo iniciativë që shkon në këtë drejtim. Akademia e Shkencave e Shqipërisë e shfrytëzon këtë rast të ftojë të gjithë intelektualët e Preshevës dhe të gjithë Luginës që të bashkëpunojnë e të realizojnë studime kushtuar trashëgimisë së klasës kulturore dhe personaliteteve shqiptare të kulturës në Luginë, edhe përmes programit të Akademisë së Shkencave për enciklopedinë shqiptare që po përgatitet, e cila e mirëpret të kontribut në çdo moment. Sigurisht studimet mbi enciklopedinë e Luginës së Preshevës do të mbulohen përparësisht nga studiuesit e Republikës së Kosovës. Me qenë se Akademitë e Shkencave të dy vendeve tona janë si dy enë komunikuese, a Shqipëria dhe Kosova, ju për çdo problem mund të drejtoheni dhe redaksisë vendore të enciklopedisë shqiptare pranë Akademisë së Shkencave në Tiranë. Me këtë frymë respekti dhe bashkëpunimit të ngushtë, do të realizojnë së bashku 3 nismat e mëdha që i kemi marrë përsipër: enciklopedinë shqiptare, fjalorin e gjuhës shqipe dhe historinë e shqiptarëve. Jetojmë në 5 shtete, por jemi një kombë dhe kemi një histori dhe kulturë të përbashkët. Kjo nga lështia e mirë o dërdane e deri sot. Konferencë të jurojnë punë të marrë dhe sukses. Kemi një urim të mirë, profesori i shkencave historike Hamid Kaba, ju lutem le të ngrihet në këmbë. Para disa muajve e fitoi titullin akademik i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, një duartrokitje. Nëse ka përfaqësues të Ministrisë Kulturës të Republikës Kosovës që ta marrë mirënjohje për financimin e konferencës shkencore 2025. Moja dorëzojmë ambasadorit. Me protokoll e lipa ambasadorit. Me protokoll. Ambasadorit do të shpia dorëzuar gjithmonë. Po që ja dorëzoj. Edhe fondi humanitar i Gorenjës në Prishtinë, pronar Fatmir Kadriu Presheva. Nuk për votimin e librit si konferencës së kaluar. Nuk është. Ja dorëzojnë. Një studiusi Zhymer Cakolli ka përgatit një befasi për mua dhe kryetarin e kuvendit, figura dhëndura të Nën Terezës.
sipas veprës është nëna Terezë që përfaqëson të gjitha nënat dhe motrat tona shqiptare. S'pari Jashar, fletare. Po. Përësime për punën dhe vullnetin që përkrah gjitha këto iniciativa shkencore dhe kombëtare. Rafune, është e vogël, po unë ajo... Me vlerë, faleminderit shumë. Me seancën soleme mbarum, filloj me seancën e parë konferencës shkencore. Ju lutem slajdi atje drejtues e konferencës edhe vazhdoj. Ne tërhiqim.